Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër vlogmas. Ora është 7:30, unë jam zgjuar në orën 5 dhe tani përfundova editimin e një prej videove që do vi së shpejti. Sot është një ditë e veçantë për keq. Sot janë vaksinat e para të Kian. Do me thënë, Kian ka bërë një vaksinë për RSV-n. Mirë, po vaksina e RSV-s nuk është vaksinë me virus të dobësuar, që zakonisht është mënyra se si krijohen vaksinat, pra jo me virus të dobësuar që pastaj ta luftoj trupi kollaj dhe të krijojë antitrupat, por janë antitrupat që direkt i jepin trupit të fëmijës, prandaj nuk ka asnjë efekt ansor, nuk i dhan vendi gjelbërës dhe është një vaksinë që mban efektin e ka vetëm një vit, prandaj duhet të rifreskohet, sepse edhe efekti ansor pra nuk është negativ derisa fëmijët të rriten pak dhe pastaj RSV-ja tek fëmijët vjen si një grip i thjesht, njësoj se vjen tek ne të rritur. Por nëse e ze fëmijën tani kur është kaq i vogël, mund ta çojë deri në urgjencë. Kështu që ne e bërëm patjetër vaksinën e RSV-s, por nuk i dha asnjë efekt ansor, as nuk i dha mbi vendi vaksinës asgjë. Kështu që këto sot janë ndryshe, prandaj them për herë të parë vaksinën dhe do bëj 3 vaksina, më duket për difterin, për tetanozin dhe për diçka tjetër. Edhe kam zebrën të plagosur. Kam një orë kohë, në orën 8:45 duhet jemi atje, ora 7:41. Kështu që unë mbarova videon, po e zgjoj mamin, të pim një kafe bashkë, po bëj njëherë gati rrobat e djalit. Qa do veshi, rrobat e mia, i bojmë gati, edhe po e lë djalin të flej sa më gjatë të doj, nuk po e zgjoj, dhe kur të zgjoj do t'i jap ushqim, do t'a vesh dhe do ikim direkt tek doktori, dhe do t'a shikojnë si do shkoj gjithë procedura, si do shkoj gjithë puna, pastaj pasi të kemi mbaruar vaksinën, do shikojmë sepse mund të na duhet të blejmë diçka, kështu që hajdeni me mua në një vlogmas jo aq të bukur. Zoti madh, jam shumë në merak. Do ble edhe një termometër dhe mamia më tha që duhet t'ja mas djalit çdo herë që ndryshoj bebelinën, termometrin në e shkreta unë Stefani ka ikur në punë, lumë për atë, unë e shkreta, du të rria ti me djalin, ti mbaj duart, a i të qaj, do qaj dhe unë, e sigurt, gjithsesi, po gjej një veshje, hap pas hapi. Do t'i vesh djalin një badi të thjesht edhe këtë kompletin që akoma i bën, kështu që t'ja veshëm sa i bën akoma. Po ja le këtu, do vesh këtë golfin e zi, pantalonat, do qësën qizmat, mirëmëngjes, mami, edhe këtë palton e gjatë, po i vesh që t'jem gati para se të zgjohet. Ndryshova këpucët, vesha këto që të më shkojnë me kapotin. Fusim djalin. Erdhëm në doktori fëmijëve, duhet ta zhvesh Kianin deri tek Pelena. Nuk u vonuam, sot do bëj 2 gjelbëra, 1 do e pi, 2 do t'i bëj në këmbë. Kështu që të paktën 2 herë do shpoj dhe jo 3 herë. Në rregull, mami? Besoj që dhe duhet ta ndërroj se e dëgjova që bëri diçka. Mo fal.
bukur. E matëm, e peshuam, çdo gjë ishte super kia. Dhe mora dhe këtë paketën dhurat. Do ta shikojmë në shtëpi çfarë është. Isha, mami nuk ma lejuan këtu brenda, kështu që do duhet t'i duroj vetë të qarat dhe të qaj dhe unë vetë. Më falë mami që do të shpojmë. Hej Kian, po duhet. Hej Kian, qesh me dhe tani. Hej, pip, zemra ime. Mbaruan vaksinat e djalit dhe erdhëm këtu te kafja më e afër që t'i jepja gji edhe ta qetësoja. Ndërkohë që ne po ham dhe mëngjes, gëzuar. Po ham dhe mëngjes dhe po pim një kafe se sot s'kemi pirë dhe djali legju. I kam vënë këtë gjën këtu, nuk është se ja ve zakonisht, po vetëm sa ta zej gjumi. Edhe është i hapur në njëra anë, shikoni. Sepse Kian shikon drita edhe shpërqendrohet, edhe qavi pak te doktori. Por shumë pak vetëm në momentin që u bëj gjelpëra. Morëm dhe recetën për të marrë paracetamol për temperaturën. Edhe tani mbasi të mbarojmë këtu, do shkojmë të marrim paracetamolin. Edhe do ikim në shtëpi. Mama, ju kur bëni vaksinat fëmijëve, qani ju më shumë apo qan fëmia më shumë? Ma komentoni çik poshtë. Unë kam porositur për mëngjes vetëm vezë të skuqur se nuk kam parë uri, po duhet ha diçka se sikur më ka rënë sheqeri. Kështu. Kjo është mëngjesi. A bëftë mirë. Shkojmë në farmaci të marrim ilaç që është Ception, paracetamol më duket. Ta shikojmë. I mor ato suppostot për temperaturë. Tani po bëjmë një ecje të vogël, sepse edhe doktoresha më tha shumë mirë që bën ecje çdo ditë me djalin ta, le të jetë ftohtë. Rëndësi ka të marrë ajër të pastër, sepse nga ajri i kondicionerit apo i ngrohjes që kemi ne, ajri i shtëpisë, si thatë, i zien hunçkat dhe sëmuren më shpejt. Kështu që tha sa më shumë ajër të pastër dhe këtë gjë po bëjmë. Po vërtitemi rreth e rrotull makinës, se nga që e nxorëm nga rutina djalin sot me takimin në doktori, e ka pak vështirë të flej tani dhe nuk duam që të na qajnë, që po qavi shumë e nuk e qetësojnë dot, typi makinë shkojmë në shtëpi edhe ta qetësojmë atje. Kështu që po vërtitemi këtu rreth e qark. Derisa ta zej gjumi, po që se do e zej gjumi, do mbase do dalim dhe një xhiro nga lumi. Pastaj gjëja tjetër, bleva edhe një termometër për tek byça. Dhe çaj se tjetër, dua të shkoj të blej prap gështenja, se nuk i gjeta në një ditë tjetër dhe do shkoj t'i marr sot. Nëna është me djalin. Kurse mami bën video. Do shkojmë në supermarket një cik më vonë, po ta zej djalin gjumin se pastaj fillon e vërtet atje dhe dua, domethënë fillimisht të jetë ai mirë, pastaj bëjmë gjithë punët e tjera. Çdo punë bëhet kur ai është mirë. Dhe do ju tregoj gjithë ditën nëse o Zoti i Madh isha nuk e zë temperatura. Unë e di që sot do jem pa gjumë. Tër natën do jem në merak ta kontrolloj, mos e zë temperatura. Kjo është jeta e një mami, apo jo? Po. Juve na keni bërë vaksina? Pritë dal nga ana tjetër, vazhdo ti. Juve na keni bërë vaksinat në? Po, edhe ne bërë. Edhe na zinte temperaturën atëherë apo? Po. Edhe çfarë na jepnit përkundër temperaturës? Nuk mban mend, ka shumë vite drejt. Që ma noj të ftohtë kështu. Me kompresa të ftohta gjallë. Me kompresa të ftohta? Okej. Ne kemi dhe banjën, mund t'i bëjmë një dush. Edhe dushi i bën shumë. Gjithsesi doktoresha më tha që deri në 38 tek byça është temperaturë, nuk quhet temperaturë e lartë. Nga 38.5 quhet temperaturë e lartë, po nga 39 ta tha mund të quhet që t'i japësh këto suppostot. Më përpara tha nuk është se ka nevojë, se nuk quhet temperaturë e vërtetë. Tani inshallah po ashtu janë. Shumë. Edhe inshallah
nuk kemi fatin. Shkojmë të marrim vetëm gështenja se më ka vajtur mendja. Mami po gjezdis djalin. Po të marrë dhe një trëndafila që ti kemi për brënda. O sa të bukur që në kanë. Sa janë? 6 euro. O sa të bukura. O qa gjeta. Gjeta dhe ftua, zoti madh. Jej. Edhe gështenjat këtu. Ja ta marrin qese. Kaq desha. Si quhet në Shqip? Kujten në Shqip, në gjermanisht. Gati 2 euro për një ftua, por nuk na intereson. Shpejt, shkojmë të bëjmë pagesën. Bleva vetëm këto gjëra që më duheshin, sepse po na pret djali jashtë. Po qesh me nënën? Uj, zemra mami! E dëgjoj se si qesh, që bëna... Sa bukur qesh. Këna pirë. Sigur më dëgjon. Këna na gjatë. Po ndjen tonin e zarit ai që ti bëj flet me buzëqeshje. Mos më qa. Këna na birë. Të qana i të qesh. Këna na birë ty. Si qesh? Na birë. Djali nënës. Nëna shko sa bukur është kur të qesh mipit. Birë. Dhe keqe nëna. Shtu. Shtu keqe nëna. Iq mos shati. Bravo nëna, shiko si e bën nipën për të qeshur nëna. Gja. 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 Si që ke birt. Nëna birë. Si i ka si që ka mami? Shumë të bukura i ka. Ka nëna, ka nëna, ka nëna ty. Më vjen për qeshur dhe mua pare atje. Mami, po sot shikon më shumë, e përshëndrat më shumë të shikoj. Drejtë si më shumë dhe qesh. Se dhe unë, edhe të kur e ndrova edhe natën, mu duk si kur shikon të më shumë. Nëna të ka ty. Te nëna e ka minja, nënë në ruar. Kjani, zemër, zimka. Zhuvën e vrit. Qeshje. Të keqe nëna. Nëna të do ty. Nëna të ka ty. Mos shkime se nëna të ka gjam. Shkime ra. Mami, ti kur herë tjetër i këndove këngë dhe i the kush të vre ty, nëna do të rraj. Pse nuk e rrave doktoreshën sot? S'u morë dhe. Po gjohën ati që shande për zotin. E pash zërën e këti të vogën në fund. Po. Që një atyre ka të përpara. Po. Po gjera ty ndjeshe. Po nëna nuk vajti të rravi janë. Shikon nëna të gënjevi. Që tha, do t'i rraj. Piri nënës. Qa shikon të birë? O kja. Kapitan. O të keqe në. Bukurjena. Djali bukurje. Ti marrë shgucat në qafë të gjithë. More vishe po e. Djali u zgjua duke qarme të madhe dhe kam përshtypjen që kishte dhimbje. Shikoni as krevati nuk ka vritur se vetëm merrem këto. Besoj që kishte dhimbje tek vendi vaksinës. Edhe i futa një
nga ato suppostot me paracetamol që janë dhe për dhimbje dhe për temperaturën. Temperaturë nuk ka. Mirë po, ose u zgjuaj trembur, se nga që i dhimbti shumë sot në mëngjes nuk e di. Dhe e kam zhveshur komplet. Vetëm me Pampers është. Edhe e kam paketuar te kjo bluza ime, që është për këtë punë. Vetëm çorapkat i kam bler dhe Pampers. Edhe për vete, jam vetëm me sutjena poshtë, që të kemi kontakt trup me trup, që edhe të qetësoj, ndryshe nuk qetësoj, kështu që nuk e di një gocë, më pyeti sot për këtë kanatieren, njërës ja u sugjeroj 100% është, ja, shkoni, futet djali fëmija brënda, edhe juve mund të rinjë me sutjena, sepse kanatieren brapa është si bluzë. Edhe vetëm kështu ka mundur që ta qetësoj. O zoti madh, po më dridheshin duart, sepse po alurinte, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë të qante ashtu. Aq më tepër që kisha dhe mamin dhe ajo u shqetësua shumë. Edhe po thoshte që oj, bëj këtë, bëj atë, edhe qetësoj ose do ta qetësojmë djalin, pa mëra. Oj, alurivi, iku fryma. Tani po flej këtu, e shpresoj kur të zgjohet jetë pak më i çlodhur. Duket i qetë. Kemi një ditë gjatë para. Stefani nuk i kam thënë se nuk dua që ta shqetësoj. Por shikoni mackat më ndjekin gjithandej që kur ka qark. Jani ku je Lea? Ja. Më ndjekin si me gjasme të sigurohen që është mirë. Mirë është me Lea, mos e mërzit. Do t'ja kalojmë. Do t'ja dalim, mama. Pas kanë lëkurën shumë të trash. Dhe, një ngështim. Shikoni çfarë shërbimi kemi nga zonja Donika. Gështenja të qoruara. Ku t'je qëroj një kështu tjetër? Baba. Babajt vetë. E si është historia me gështenjat? Po ja, nxini një kusi, thoshin nga e vockët. E ushim me gështenja, pasaj i numronin, i ndanin. Ju kishit gështenja tuaja? Po. I ndanim edhe unë e që me baba dhe tjetë janë. Të tjere çunat i hanin, në? Shikoca për baban. Faleminderit Naçe. Të do t'i han bashkë, jo vetëm unë. E thoshte babaj, kjo po, e tu bëf të babaj. Sa që i me kanë kokë, valë të mirat pasë. Ata janë, në një që mirat pasë, sa një vetë. Ora është 4:01. Neve erdhëm në shtëpi. I zjevëm gështenjat edhe i hëngrë. Nuk, po xhiroba pak që i qrovi mami. Pastaj Kian ka fjetur nga ora 1 deri në orën gati 4 ose 3:30 këtu te ky kanguri, si që thash. Tani sa po u zgjua, i dhash ushqim, i dhash të pi, po për bebat është edhe ushqim edhe pije. E ndërrova dhe i mata termometri, temperaturën. Dhe deri tani jemi 37, jemi shumë okej. Këtu ben u ron janë ato suppostot që i dhash dhe këtu tregon se sa është i lejuar që të marri Kiani sipas kilogramit. Këtu thot për shembull më i rritur se sa 3 muaj, 5 deri në 6 kg, po Kiani është tani 6,5. Me 2 muaj, me 3 muaj, kështu që gjithsesi. Ky ishte me paracetamol dhe ky këtu është termometri, është termometër për fëmijë, sepse ka këtë pjesën këtu që e ka plastik
sepse fëmijët po fëmijët nuk rrinë, lëvizin dhe duke qenë se ka plastik, nuk i vret fëmijët kur janë me temperaturën brenda te byça me termometrin. Ishte 6 euro. Tani do shohim si do zhvillohet gjithë gjëja. Si që shikoni, dhomën e kam skandal, sepse kam shumë video për të gjyruar, shumë gjyra që kam bler, shumë bashkëpunime me Temu, dhe akoma nuk i kam bërë. Kështu që po ju tregoj një herë edhe disa gjëra të tjera që kam bler nga Shein, dhe pastaj do t'ju tregoj se çfarë do gatuaj sot. Besoj do bëj disa tortellini që janë të gatshme, po unë do bëj salcën edhe mishin. Atëherë, kam marrë këtë bluzën me krah të shkurtra, materiali fantastik nga Shein. Ja u vendosa kodën, po do t'ja vendos kodën, ose do t'ja vendos të gjitha poshtë në description më mirë, është më e thjeshtë për mua. Dhe kjo është bluza shumë e bukur dhe shumë elegante, shumë kështu për sonja. Kam marrë pastaj 2 palë xhinse. Një palë këto, që janë të gjata deri në fund të këmbëve. Të gjata po, të gjëra e kisha fjalën. Ishin shumë të mira, i kam provuar dhe i kam veshur një herë, madje kam bërë edhe një bëju gati me mua në TikTok. Kodin po ashtu e keni poshtë dhe unë shkova për disa xhinse të gjëra, duke qenë se kam shumë këpuc me taka, po me taka të vogla, dhe këto pantallonat e gjëra ngjajnë shumë bukur me ato. Tani kam dhe këtë fundin që nuk e dija do më bëj, nuk e kam provuar, po më duket tani që e shikoj shumë i shkurtër. Më pëlqeu që ishte xhinsi ishte kështu i gjerë, se zakonisht xhinset vinë të ngushtë dhe unë e desha një çik jo të ngjitur pas këmbëve. Dhe këtu masazh small dhe është nga kjo firma Squalo. Xhinset e tjera, njësoj që nga këto të ngjyra. Ato ishin me të çara anash, kurse këto janë të errta dhe janë deri në fund kështu. Pritëm se janë të njëjta. Jo. Okej. Nuk janë të njëjta. Këto janë, ju tregova të njëjtën 2 herë më duket. Këto janë xhinset e tjera dhe këto janë me të çara këtu. Shumë të bukura dhe këto vinë kështu si tip cowboy poshtë. Gjëja tjetër shumë e bukur është ky fundi i gjatë deri në fund të këmbëve. Dhe mendova që ta vesh për shumë me ndonjë bluzë të thjeshtë sipër, edhe me një paltaka dhe të duket tamam zonjush. Është shumë i bukur dhe goxha i rëndë dhe shumë i plot. Gjëja tjetër ishte palltoja që sapo e pat që kisha veshur, edhe atë e kam marrë në Shein dhe jam shumë e lumtur me rezultatin sepse ishte shumë e lehtë, shumë e ngrohtë dhe shumë komode, sidomos kur dal me kangur jashtë, edhe ajo ishte oversize dhe me ripa, edhe vendos kian brenda, e mbyll pallton dhe e lidh. Edhe ishte perfekte. Kështu që unë tani do vazhdoj të editoj ndonjë video, meqense mami po fle me djalin. Janë të qetë edhe po editoj ndonjë video që ti sistemoj disa rroba brenda.
që në orën 8. Nuk e di kur u lajmërova. Pasi e vura të plinte këtu në kangur, u shtriva bashkë me djalin në divan edhe pletëm gati, do me thënë ai fjeti 3 orë mbi mua, ndërkohë që mua më zuri gjumë një qik në fund, po pastaj u zgjuha, pivi mirë edhe pleti prap, dhe tani qavi pak, i dham edhe një suposto tjetër, pasi bëri 6 orë, nuk pritëm që të fillonte të qante, më thënë nuk prita që të fillonte të qante, që ti jepja të suposto një adhash, duke qenë se lejoj çdo 6 orë, ja futa para se të fillonte ora 7, që të flej rahat, do ve një alarm që të zgjohem pak në çdo 1 orë ose çdo 2 orë natën se kam merak. Edhe kështu po bëj rutinën e darkës, pak fytyrës që të shkoj të flet direkt me atë, deri tani e pash nga kamera, çdo gjë duket mirë, ai duket që po flej qetë edhe pivi goxha mirë gjoks. Para se të mbaroja rutinën, thash që atje te doktoresha më dhan këtë pako, edhe herën tjetër në pak më dhan një pako falas. Okej, e ka një luk plastike. Që në këto? Kjo është biotik, kom biotik, do me thëmë për florën e stomakut, besoj. Pas muajt e 6, dhe kjo këtu është po ashtu një ushqim, karota, pakrit, do me thëmë pakra që nga e bukur, dhe këtu ka disa libra, disa këshilla, 2 euro, ullje. Nuk është që nga më që wow, po është të lezetshme që kur shkon t'japin nga një pako. Më shumë plera se sa gjëra brenda. Apo ndonjë rutinë shumë të madhe, sepse nuk kam as kohë edhe as nerva. Me thënë drejtë. Kështu që ta mbarojmë shpejt e shpejt. Shkrim një këtë make-upin me këtë vajnë. Larsin. Tonikun. Serumin. Kremin e syve. Ky serumi është fantastik. Duhet I kisha lartë dëmbën në fillim, por jam haraqe, kështu që po I laj tani. Edhe mbuzët e këtë balsajnë. Bëjmë dhe flokët me këtë gjën që t'i bën kaçorela pa nxehtësi, po përpiqem këtë kohë që flokët unë I laj shumë shpesh, I laj një ditë po, një ditë jo. Edhe po përpiqem që të filloj t'i laj për shembull një herë në 3 ditë,
Pastaj një herë në 4 ditë, sepse sa më shpesh që të lash vlogët, aq më keq të bëhen me yndyrë. Edhe unë përpiqem që ti bëj vlogët e shëndetshme, se që shikoni më janë shtuar goxha vlogët dhe duken më të shëndetshëm. Kështu që përpiqem që edhe ti kem mirë, sepse më duhet që të bëj pothuajse çdo ditë video për vlogmas, por edhe ti kem të shëndetshme, kështu që duhet të rinë bukur. Edhe kam dëgjuar që me shkum bëhen shumë mirë, kështu që do i provoj një herë këtë modelin, jo vetëm me ujë, po pak me shkum. Vendosim këtë në mes. Edhe rrethojmë të gjitha flokët sa më shtrënguar të jetë e mundur tek kjo. Unë rrotulloj një kështu. Okej. Pastaj shtojmë flokë të rinj. E rrotullojmë. Shtojmë flokë të rinj. E rrotullojmë dhe kështu me radhë deri në fund. Erdhem në fund. Këtu në fund do ta siguroj një herë me karfit. Pastaj do ta lidh me lece. Një gjë të bëj nga ana tjetër, shtrëngoj mirë. Këtë e ka pa më mirë se këtë, po tani përdoj. Kështu që thjesht po i lidh. Kjo ishte videoja, shpresoj ju ka pëlqyer. Unë tani do shkoj te djali. Edhe besoj nesër, inshallah, nuk kemi më problemin me lindjen e vendit të gjelbërës apo me temperaturën. Ishte një sfidë e voçkët për mua, por besoj që ja dola me shumë sukses, me qetësi. Edhe fundja, vetëm qetësi, se ne mama duhet jemi të forta për fëmijët tanë. Ciao, shihemi në videon e radhës.